Nga ato që duhet pas parasysh bashkëshortet të ndërrozër në jetën e tyre dhe ajo që përbën një edukat të rëndësishme mes bashkëshortëve është edhe bashkëpunimi. Duhet me bashkëpunu mes vete. Burri më ngjit dorën gruas, edhe gruaja më ngjit dorën burrit. Gruaja duhet më ndihmu burrit vet. Në çfarë aspekti? Fillimisht për shembull në aspektin e ruajtjes së pasurisë. Me rujt pasurinë, ose me qenë ajo që shpenzon pasuri vend për vend, ose me qenë ajo që shkatërron pasurinë e burrit saj. Hudh gjëra për shembull që mund të sano, mund të rregojnë i gjun thjesht përpara e din për shembull një tesh 10 herë kanë harru. Pse duhet me rujt? Apo sot pak një leckë e vogël ose diçka, një shkyrë e vogël gjuje, jepja dikujt e kështu me radhë, blem tjetër. Andaj rujtja e pasurisë është bashkëpunim i rëndësishëm. Burri sot që të bjen te shtëpia, nëse nuk e ka një grua që la ruan edhe kujdeset, katësh, s'ka bereqet aftë, s'ka bereqet. Po një grua e cila don me rujt, duhet me qenë pasuria halal. Burri duhet pru halal te shtëpia, se harami s'ruhet. Harami qysh vjen që ashtu dhe shkon. Andaj të ndrozër, kjo bashkëpunimi, burri punon, angazhohet edhe sjell pasuri halal, me dije se fiton, me mund të fiton, dhe gruaja e ruan këtë pasuri. Në këtë bashkëpunim, çka mendoni ju si kanë muri fëmia? Ata që hajnë halal, edhe ka bereqet në shtëpi, fëmia si kanë me dalë pas të edukuar, të formuar, ndërtuar si duhet. Për këtë arsye përpara ka pas bereqet më tepër, pse? Se ka pas halal më shumë edhe ka pas kujdes më shumë.